Diaspora është prapë në qendër të vëmendjes miq të dashur dhe mendohet se pikërisht mërgjimtarët do të luajnë rolin vendimtar në zgjedhjet e ardhshme, kuptohet. Nuk e di nëse vërtet do të jetë kështu, por e di që diaspora ka thyer të gjitha rekordet edhe këtë vit, pra në vitin 2025, sa i përket dërgimit të parave si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri. Ndërsa, një prej rrugëve më të mira dhe më të sigurta për dërgimin e parave, por edhe më të lira, është institucioni financiar IBAS. Ne që jetojmë në Mërgat mund të dërgojmë para edhe pa kosto shtesë, në qoftë se personat që jetojnë në Kosovë hapin një llogari në IBAS dhe marrin paketen integra, remitenca apo premium. Llogarin duhet ta hapin pra personat që jetojnë në Kosovë, ndërsa ne që jetojmë jashtë vendit, në Gjermani, Zvicër apo dhe vendet e tjera, mund të dërgojmë para përmes llogarive tona që i kemi në këto vende, pra nuk kemi nevojë të hapim llogari ne, por ata që jetojnë në Kosovë. Hapja e llogarisë është vërtet shumë e thjeshtë dhe mund ta bëni bashkë me prindër apo me familjar tani kur shkoni në Kosovë për pushime apo dhe për votime. E merrni pra telefonin celular, shkoni në IBAS, e gjeni në App Store dhe e shkarkoni. Ata që hapin llogarin me IBAS mund të marrin edhe një Mastercard me IBAN Europian, me të cilin mund të tërhiqen para në të gjithë bankomatët në Kosovë, por edhe mund të paguani gjithandej në internet, në vend apo dhe jashtë vendit. Për më shumë, ju mund të informoheni natyrisht edhe në linkun që unë do të publikoj në këtë video, ndërsa sa i përket dërgimit të parave, siç e thash. Diaspora ka thyer rekordin edhe këtë vit, pra në vitin 2025. Deri tani kuptohet. Në Kosovë janë dërguar deri tani sipas disa vlerësimeve mbi 1.2 miliard euro, ndërkohë që dhjetori është tradicionalisht muaji kur dërgohen edhe shuma të mëdha të parash, sikur edhe në verë, kuptohet. Por edhe në Shqipëri tani po thyhen të gjitha rekordet. Banka e Shqipërisë njofton se vetëm deri në shtator të këtij viti janë dërguar nga emigrantët plot 817 milion euro, që është një rritje prej rreth 6% në krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Shifrat e dërgimit të parave në Shqipëri janë rritur që nga viti 2013 në mënyrë konstante, që nuk është edhe ndonjë befasi kur dihet që po shtohet çdo vit numri i personave që po ikin nga vendi. E njëjta situatë është edhe në Kosovë, pastaj në Maqedoninë e Veriut dhe në Luginën e Preshevës, por për fat të keq për Luginën dhe Maqedoninë e Veriut unë nuk kam shifra dhe të dhëna konkrete për dërgimin e parave nga shqiptarët. Sidoqoftë, mos harroni pra të dërgoni para në vendlindje, sepse tani është edhe koha e pushimeve. Është koha kur familjet tona sigurojnë atje edhe pastërma për dimër, për shembull. E sa i përket votimit me 28 dhjetor në Kosovë, deri atëherë do të dëgjoni shumë fjalë të mira për diasporën, por ju tani më i njihni të gjitha partitë dhe të gjithë politikanët. Shkoni dhe votoni, shpresojmë të fitojnë më të mirë. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim së shpejti.